Bujron. Ne e dhja gjeksin sa jënë Albajon. Mise erë dhe zotë koronele. Çfarë do të thuash? To djalo, si e djallë i ri pa të fare. Dhe i thash, Shqipëria është e kërcënim. Nga të dhëna tonë sigurta, 900 trupa ushtarakët e Aminës kanë hyrë me civil. Nesër në mëngjes hyrë palere Shqipërisë zvëndës ministri i jashtëm i Greqisë në Vorëpir. 1200 trupa tjera janë mu konfiguruar me ushtarakisht. Dhe e pam telefonit kuq, ma thamë drejtori i zbulimit, qa dukate, kishte shtet, pa të shkatruar Turqia. I tha, zoti general, jo si të neve që generali që i mbi këtu ai komandant, ku ka ta dalë kryeministri? Kam ata shërbim shtatë Shqipërisë. Po i thaj, vepro, shko qa koordinimi shtetëror. Dhe ajo filloi. Bëri deklaratë fuqishme dhe në fund sa, kush prek Shqipërinë, ka prek Turqinë. Dhe ajo bëri 3 deklarata pri muaj. Dhe 900 trupa i solën me avion ushtarak u vendosën në Zallher. I doli të pra, në atë periudhë Turqia u tregua tamam shtet me vlera të mëdha aleate strategjike. Ndërsa Amerika, që unë jam shkencëtar, historian, ushtarak, Amerika, konfliktet me Berishën e ktheu në braktisë e Shqipërisë. Pra erdhi zonë sekretari i Shtetit të Amerikës, nuk e priti Berisha, u përzun në grata këshilltari ushtarak i Safet Zhulanit, Lame, që bëri deklaratë fuqishme Shqipëria për fare, dhe ata mbyllën ambasadën, Shqipëria vjen fshisatit. Pra nuk ka lart përjetshëm, ka interesat të përjetshme. E kupton djalon? Zoti Lamaj, po trevat tona ku janë sot, si janë? Kush? Trevat, si i kemi Kosovën? Kur nuk kemi kokën tonë të rëzin Tiranë, ti e shikon qa marrëdhënie ka Shqipëria me Kosovën e Kosovën me Shqipërinë. Sa vite kanë luftra, konflikte kryeministra një me tjetrin. Sa Edi Rama çoi kryeministrin e Kosovës në gjyq. Por Rama kishte dashurinë madhe Vučić, Hashim Thaçi, të cilat po deshe hyrë Google që kanë votuar, që na bën skenarin e shkëmbimit të territoreve të veriut Shqipërisë, dhe Grenelli u hoq nga ambasadori i Gjermani dhe eri koordinatori i famshëm Serbim dhe Vučići vazhdon dhe sot e paguan $12.000 në muaj agentin e serbëve të Grenellin. Dhe Merkeli... Ju keni Amerikanë që keni blokuar flotën ruse në Bosfor. Dhe Merkeli, ajo grua gjigante, i bëri thirrje Thachit, hiq dori dha. Bashkimi Evropian një këto kufit Kosovës. Tani u vendose edhe një ligj nga Shtetet e Bashkuara që nuk ka ndryshim kufish, e vulosën. Bravo. Dhe ai vazhdoi. Dhe ajo dërgoi përfaqësues e saj në gjykatën Hagës, dhe ai shkoi të hipte avionit në Amerikë dhe i than stop se i arrestuar. Pse Edi Rama nuk shikon si u larguoi Merkel, marroi e tha miru pashim popull i nderuar i Gjermanisë. Po ndoshta atë pret edhe ai se Merkel bëri 4 mandate. I bëri, po jeton në hyrën pallat me 2 dhome kuzhinë dhe të shtunën shkonte psorniste me vetë. Dhe u tha jam e kënaqur, tha, dhe e lumtur ku shkoj popullit tim, tha, që kam mundësi jeton shumë mirë. Nësa këta mendojnë avion, villa, super villa, dhe more djalë nuk e mendoja kur që këto që zbërtheu elektronika e telefonave që të bëjë kjo vjedhje organizuar qeveritare në këtë mas. Pra, Amerika faktikisht ne na dha ndihmë të jashtëzakonshme se zbërtheu komplet se çfarë bëjnë mas shpinës tone këto vjedhje të organizuara. Këto janë organizata kriminale ekonomike të mbuluara me parti. Nuk janë, pra kokat e partive, nuk janë parti politike. Janë organizata kriminale ekonomike e Thami Mushati. Jo partit poshtë, jo populli poshtë. Populli si thrasë vëzit për votuar tani. Këto të 2 parti, këto të 2 drejtues të partive nuk kanë punë për shqiptar më. U vërtetuan me dokumenta që kanë shohur pasojat dramatike vendit. Prandaja duhet që populli të organizohet, të ngrihet të këmbë, të kërkojmë ndihmën që kërkova unë dhe mos mendoj se heshtim. Të dëgjon? Po, të dëgjoj. Se çfarë mendon ti?
rrim të shpinëve, heshi thotë, jo zotëri, ne do japëm jetën në gjitha format, në mënyrë që edhe ata që kemi alat të veprojnë sa më shpejt për shpëtimin e Shqipërisë. Po, nuk e dia ka aq idealist sa ju, por edhe sa personalitete që ju i keni përfshirë tek libri juar Personalitetet e zbulimit ushtarak. Po, ditën e njëjtë janë në televizor të Orlantja Foku, si që bëra librin e parë Lufta e ftohtë dhe Shqipëria. Ajo lufta e ftohtë dhe Shqipëria u përball pikërisht nga këta heroj të heshtur, nga këta gigant që shumica dhanë jetën për dheun. Po kush mund të më listoni disa prej tyre? Sepse edhe për Brezin e Ri, përfshirë dhe mua që më shumë i kemi të lexuar dhe të dëgjuar se sa të jetuar. Pa zbulim s'ka shtet të heriovi. Prandaj Shqipëria u shkatërua, se ta shkatërua zbulimin. Se po t'ishe zbulim si shka qenur, këto i biseduan bashkë neve, nuk bëshin do se zhvon hekur atë që bëjë gjëra. Këto dhe në, thënja tjetër, zbulusi është pasuri kombëtare, thënja tjetër e Hegeli, pasuri kombëtare, sepse ai jep informacione që paranalon çdo lloj kërcënimi politik dhe ekonomik që i vjen vendit, i shkatëruan. Ku ka thotë shkatëruar? Këto apo jo? Tani, libri në radhë para një herë bëhet me shumë kujdes, me shumë maturi, duke thënë ç'është fjala zbulim. Kur ka lind, ç'është fjala? Nocione, cilat janë llojet e zbulimit. Kur ka lind zbulimi? Kur ai perfeksionua. Dhe ku kthya institucion. Zbulimi ushtarak shqiptar si drejtori është krijuar në vitin 1948. Përpara ka qenë në sektore shërbime kështu, jo drejtori. U krijuan dy drejtori qendrore. Drejtoria e zbulimit politik, që u vendos me rezidencë në Ministrinë e Punëve të Jashtme civile, pra oficerë të zbulimit civil, të cilët kryen misionet jashtë kufijve të Shqipërisë, me detyrat joja sekretar, ambasadash e diplomare, po kryen diplomaturë dhe zbulim politik për të paranaluar veprimtarinë e agjenturës huaj dhe diasporës politike dhe ekonomike për rrëzimin e pushtetit politik. Ndërsa, për ta thënë më thjesht, atë që Shtetet e Bashkuara e bën në Venezuelë, nuk e bën dot, CIA nuk e bëri dot me Enver Hoxhën këtu. Do t'jap librin ty unë. Ndërsa, drejtoria e zbulimit ushtarak në derën e dytë Pallatit Brigata ku jam rritur unë, dera e dytë Pallatit Brigata ku zgarda sot ka qenë drejtoria e zbulimit ushtarak. Kishte për mision